Tërmiq, përshëndetje dhe mirë se ritakohemi sërish në takimin e përjavshëm në emisionin Gratë në Kur'an. Kemi folur në këto takime në vijim për një sër figurash të cilat Kur'ani spikat për vlerat e tyre, për historitë e tyre, për qëndrueshmëritë e tyre, për zgjuarsitë e tyre dhe për shumë vlera. Pra është një korpus vlerash i cili vjen si një orientim për çdo vajzë, për çdo femër, për çdo grua, pavarësisht kohës, rrethanat dhe situatave ku ajo ndodhet. Pasi pikërisht çfarëdo kombinimi situatë të ketë, do ta gjej mësimin në Kur'an, do ta gjej frymëzimin në Kur'an. Dhe ne do ndalemi sot në dy modele të grave në Kur'an, që janë pikërisht Sara dhe Haxheria, janë familja e Ibrahimit alayhis salam, dy gra të cilat janë edhe sot një orientim për shumë musliman anë kënd botës në ritualet e tyre të haxhit, në duat e tyre dhe në frymëzimin e tyre. Por kush ishte Sara dhe kush ishte Haxheria? Këto dy nëna profetësh do të mundohemi që t'i kuptojmë nga shpjegimet e hoxhit nderuar Ferit Piku. Profesor Misevin. Mirësëgjetën, faleminderit Ilir. Profesor, nëse flasim për Sarën, kush ishte ajo? Përse ka ngelur në histori, ose më saktë, a është pjesë e historisë vetëm për shkak se ishte bashkëshortja e Ibrahimit alayhis salam, apo dhe ajo ka rol, edhe ajo është një model, dhe ajo ka kontribuar, po themi, me qëndrueshmërinë e saj në frymëzimin e duhur. Me emrin e Zotit Mëshirues, Mëshirbërës, Mëshirplot, në këtë serial temash jemi munduar të hedhim dritë mbi disa, siç e përmendim, disa figura, personalitete nga gratë, për të treguar që histori kanë bërë dhe gratë. Qofshin këto në familjet e profetëve, madje qofshin këto gra në familjet e njerëzve më jo besimtar, më arrogant, siç ishte Asja, bashkëshortja e faraonit, në sarajin e mohimit, në sarajin e padrejtësisë. Mirë po, kur njeriu e zgjedh besimin, e zgjedh lidhjen me Zotin, ai di të triumfojë në të gjitha situatat. Të gjitha këto seriale, këto tematika kanë patur qëllim pikërisht që të motivojnë gratë tona, bijat tona, motrat tona, çdo grua, që nuk duhet të ndjejë as pak inferioritet në marrëdhëniet e saj me Zotin, në marrëdhëniet e saj me besimin, në marrëdhëniet e saj me jetën. Ajo mund t'ja kalojë shumë më tepër burrave, sepse kjo është gara hapur, kjo është gara për tek Zoti, kjo është gara për mparajs. Siç e përmende, ne kemi folur për disa prej këtyre emrave të mëdhenj, që Zoti i ka treguar si model frymëzimi edhe për gratë, por faktikisht edhe për burrat, dhe vim të flasim për jetën e një profeti të madh, i cili ka një familje të madhe. Profeti Ibrahim alayhis salam, që quhet ndryshe babai i tretë i njerëzimit, dhe familja e tij është familje shumë e madhe, është familje me vlera universale, një familje që një musliman nuk e harron as në lutjet e tij. Ne lutemi, o Zot, bekoje Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit, o Zot, bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, siç bekove Ibrahimin alayhis salam dhe familjen e Ibrahimit, siç e ka statusin shumë të lartë tek Zoti dhe tek ne, Ibrahimi alayhis salam. Pra ne përmendim Ibrahimin dhe familjen. Dhe familjen e Ibrahimit. Pra frymëzimi vetëm Ibrahimi alayhis salam, por se edhe familja e tij në këtë rast. Patjetër pastaj familja e Ibrahimit ka komente ndryshme, po minimumi i familjes së Ibrahimit është pikërisht familja e tij, është ai, bashkëshortet e tij Sara dhe Haxheria dhe fëmijët e tyre, sepse është fakt historik që pas Ibrahimit alayhis salam të gjithë profetët e Zotit vinë nga pasardhësit e tij. Prandaj quhet babai i profetëve dhe quhet babai i tretë i njerëzimit. Do gjejmë që tek jeta e këtij profeti të madh, Ibrahimit alayhis salam, Khalilullah, i dashuri Allahu xhalla shanuhu, ai që është babai i profetëve, do gjejmë që dy gra kanë ndikim në jetën e tij, edhe kanë një rol shumë të madh, jo sepse thjesht janë gratë e Ibrahimit alayhis salam, por sepse ato kanë po themi kontribut të madh, kanë një vlera dhe Zoti pikërisht për këto vlera i ka bërë të pavdekshme historitë e tyre në Kur'anin famlar apo në historinë e besimit. Cila ishte sprova e Sarës, nëse mund të themi? Pra zakonisht modelet kuranore vinë me një sprovë që do të thotë një durim i madh ose me një kontribut
të madh. Cili ishte sprova e Sarës ose kontributi ose beteja e Sarës në këtë rast? Është drejt. Sara një nga sprova kryesore e saj, nëse mund ta shpreh kështu, ishte që ai nuk kishte fëmijë. Dhe një grua një profeti kaq të madh të mos ketë fëmijë, do ishte një sfidë e madhe e saj me veten e saj dhe marrëdhënies e saj me bashortin e saj me Ibrahimin alayhis salam, sepse natyra njerëzore historikisht ka dashur që të ketë fëmijë. Çdo grua fisnike ka dashur të dhurojë bashortit e saj fëmijë, aq më tepër kur ky bashort është i dërguar i Zotit dhe është ai që do të bëjë historinë më vonë të gjithë njerëzimit. Pra mospasja fëmijë ose pafësia për t'i dhënë fëmijë Ibrahimit alayhis salam ishte një provim jashtëzakonisht i madh për Sarën. Sfidë e madhe, pra ti je kaq afër profetit ku zbresin bekimet, dhe ti je kaq ndoshta e pa begatuar në thonjza, do thoja, për dikë që mund ta shohë pa urtësi këtë. Patjetër. Po sprova të mëdha kur kalohen me besim dhe me durim, këto bëhen shkak për mrekulli të mëdha. Në gjithë historitë e profetëve do gjejmë që aty ka sprova dhe janë sprova shumë të mëdha, siç vetë thot profeti Muhammed alayhis salam. Ata që sprovohen më shumë janë besimtarët, por më shumë se të gjithë janë sprovuar profetët e Zotit. Prandaj do gjejmë çdo profet ka patur sprovën e tij, tek vetja e tij apo tek familja e tij apo tek fëmia e tij. Por besimi dhe durimi janë bërë shkak që pas këtij besimi, pas këtij durimi, të vijë ajo që është mrekullia e Zotit, të vijë ajo myshdja dhe si harriqi i cili është model frymëzimi për të gjithë brezat që vijnë. Prandaj sprova e Sarës ishte pikërisht kjo, që ajo nuk kishte fëmijë. Ibrahimi alayhis salam, po themi mosha e tij po kalonte, ajo po jepte dot fëmijë. Patjetër që kjo e gryente nga brenda në shpirtin dhe në zemrën e saj. Mirë, po Sara është shoqja e jetës, është shoqja e besimit e Ibrahimit alayhis salam. Kur ai u largua nga populli i tij, pasi është historia, thonë idhujve, populli i tij adhuronin idhujt, i thyu ata përveç njërit prej tyre, ata tentuan ta degin, ta dënojnë atë, Zoti e shpëtoi prej zjarrit dhe po themi u bën të padëshirueshëm si njerëz. Sara vazhdoi me bashortin e saj këmba këmbës. Në të gjithë rrugtimin, qoftë ai fizik, qoftë ai shpirtëror, i gjithë rrugtimi i Ibrahimit alayhis salam është i shoqëruar me hijen e një gruaje që kishte vlera dhe kishte, po themi, kontribut shumë të madh, që është Sara. Madje Sara, më fal profesor, jo vetëm që duhet të duronte këtë sprov, vetëm që ata i kalonte këtë sprov, po duhet të mbështesë Ibrahimin, duhet të ishte edhe frymëzim për Ibrahimin, sepse sprovat e Ibrahimit ishin shumë të mëdha. Patjetër. Prandaj thash që do gjejmë që në përgjithësi në jetën e çdo profeti është një grua, e cila ka një rol vendimtar, jo se gruaja është ajo që cakton që burri i saj do jetë apo jo. Mirë, po Zoti e zgjedh edhe ambientin ku rritet, ku do të mbështetet profeti. Dhe të gjithë këto janë ushtarë të Zotit. Dhe gratë e profetëve në përgjithësi, përveç rasteve sporadike, kanë qenë të gjitha mbështetëse të profetëve të tyre dhe kanë qenë njohëset më të mira të karakterit të bashortëve të tyre. Prandaj janë të para që kanë besuar, sepse askush më mirë se sa gruaja nuk e njeh bashortin e saj dhe anasjellta, sepse është një jetë ajo, është një jetë edhe njeriu në marrëdhëniet bashkëtorë i tregon të gjitha, qofshin ato pozitive apo të qofshin ato negative. Kjo është arsyeja që gratë kanë qenë mbështetëse kryesore të misionit të bashkëshorteve të tyre dhe të profetëve të Zotit. Sara është me vlerë për ne në historinë islame dhe në besim, sepse historia që i ka ndodhur asaj, që është transmetuar në librat tonë, Sahih Buhari dhe Muslim, tregon vlerën e madhe që kishte ajo tek Zoti, tregon besimin e saj, tregon dhe ndershmërinë shumë, nivelin shumë të lartë të ndershmërisë së saj. Është e transmetuar që kur Ibrahimi alayhis salam shkputet bashkë me Sarën, mendohet të ketë qenë dhe Luti alayhis salam të ketë qenë bashkë me ta, kaq ishin besimtar, nuk ka patur besimtar të tjerë, këta ishin besimtarët e kohës, hynë në tokën e një mbreti në Egjipt, i cili ishte mbreti pa drejt, dhe zakoni i tij ishte që çdo grua huaj që hynte në atë vend, nëse, më thënë, atij i pëlqente, ai e merrte atë për vete. Dhe Ibrahimit alayhis salam i vjen ky informacion dhe trembet shumë për bashortën e tij, për nderin e tij, në nderin e vetes së tij, edhe i thotë që do të themi që jemi motër e vëlla, se nëse ai kupton që jemi bashkëshort, atëherë e ka më të lehtë të vendor mbi ty, por nëse i themi jemi motër e vëlla, atëherë ndoshta kjo e frenon atë.
Tha, tek e fundit nuk ka besimtar tjerë përveç meje dhe teje, jemi motra vëlla në besim. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam 3 herë nuk ka thënë të vërtetën Ibrahimi alayhis salam, 2 herë për Zotin e 1 herë për Sarën. 2 herë për Zotin kur tha un po iki si jam i smur, nuk dëshi të marri pjesë në ceremoninë e putave dhe idhujve. Hera tjetër është kur tha nuk i kam thyer un putat, por pyesni të madhin e tyre, ai i ka thyer për të shkundur ato. Dhe herën e tretë tha gënjeu për Sarën, për të mbrojtur atë dhe për të mbrojtur nderin e tij. Mi po kjo nuk i shërbeu. Mbreti i Egjiptit, apo i pari i Egjiptit e mori atë. Sara thonë që ka qenë një grua shumë e bukur dhe ai imagjinon nga bukuria dhe nga ajo zakon që kishte, as nuk foli për thjesht zgjati dorën e tij drejt Sarës. Edhe Allahu xhalleshanu kjo është tregon çfarë vendi kishte ajo. Jo thjesht se ishte bashortja e Ibrahimit, por çfarë vendi kishte tek Zoti i gjithësisë. Zoti atij ja mpiu dorën. Imagjino kur dikujt i bllokohet dora nga një fuqi që nuk e din nga vjen, apo themi nga goditja elektrike. Kur të duket sikur po kputet dora. Atëherë ai e kuptoi dhe i kërkoi asaj që lutju Zotit ma lëshoj se nuk të ngacmoj për së dyti. Mirë po ashtu aq aq e hishme ishte ajo sa edhe herën e dytë bëri të njëjtin veprim, nuk e mbajti dot veten, po herën e dytë u godit edhe më shumë se sa herën e parë, po ashtu transmetohet edhe herën e tretë, dhe herën e tretë tha nëse i lutesh Zotit unë nuk të ngacmoj më, dhe nuk e ngacmoi mas herës tretë, dhe i tha atij personi që ja kishte sjell Sarën, am ke sjell një djallë, am ke sjell një njerëz. Kjo nuk është njerëz, kjo është komplet një krijesë, është një krijesë tjetër, nuk është, sepse ai po themi nëse mund ta shpreh kështu dorën e Zotit, e cila e paralizon dorën e të padrejtit, dorën e arrogant. Një mbret nuk është mësuar që ta frenojë, diçka dhe këtu vjen një frenim edhe në një lloj ndëshkimi, pra vjen një frenim që nuk është i zakonshëm, pra realisht do të jetë tronditur. Është tronditje aq e madhe sa që ai thot nxjerreni sa më shpejt për këtu, por si vlerësim, sepse ai kuptoi që ky njeri është njeri i rrallë, si vlerësim për po themi statusin e Sarës, ai jep Haxherën, e cila mendohet ke qenë shërbëtore në pallatin mbretëror në atë kohë. Hadithi shpjegon që kur Sara del nga pallati mbretëror, në kohë Ibrahimi alayhis salam kishte qenë duke falur namaz. S'kishte fuqi tjetër fizik. Fuqia e tij ishte në namaz, i lutet Zotit, o Zot, ma ruaj nderin tim. O Zot, ma ruaj bashortën time. S'kishte fuqi tjetër. Pra, shpesh besimtari muslimani nxitet të bëj maksimumin e mundësit, të shteroj gjitha mundësit, po në momentin që i shteron, atëherë mënyra më e mirë është që ti drejtohet Zotit me namaz, me lutje. Pra, namazi është një lloj force. Se ndonjëherë mendojmë që nuk kemi asgjë, po pas kemi namazin, nuk është pak. Zoti jo më thot në Kur'anin famlar, thot kërkoni ndihmë tek Zoti me durim edhe me namaz. Ibrahimi alayhis salam, edhe qoftë në këtë rast do shikojmë që i shteron të gjitha mundësitë e tij. Po themi ajo gënjeshtra e bardhë e tij, që ti themi që jemi motrë dhe vëlla, ishte pikërisht një tentativë përpjekje për të shpëtuar kësaj çdo lloj formë, po nuk kish më tepër se kaq fuqi fizike. Atëherë ai lutej Zotit njërin krah, edhe Zoti e kishte ruajtur bashortën e tij në krahun tjetër, saqë kur del Sara, ai thot më njëherë çfarë ndodhi, i thot na mjaftoi Allahu xhalleshanu. Na mjaftoi Zoti i gjithësisë dhe na shpërbleu me një shërbëtore si dhuratë për këtë besim. Edhe atëherë ajo nga që e mbante gjithmonë këtë sfidën, sprovën që nuk kishte fëmijë, s'kishte mundur të jap fëmijë Ibrahimit alayhis salam, me kënaqësinë më të madhe i adhuron shërbëtoren e saj të re Haxherën, që thonë dhe ajo ishte shumë e bukur, po ishte nga banorët e vendit. Më thonë që ishte me ngjyrën e vendit, jo nga raca e Sarës, i adhuron me kënaqësinë më të madhe bashortit e saj, me shpresë që Ibrahimi alayhis salam të ketë pasardhës. Dhe ashtu ndodhi me të vërtetë. Nuk shkoi shumë gjatë, Ibrahimit alayhis salam i lindi nga Haxheria një fëmijë, një djalë, i hishëm, i pashëm, i ngjashëm ndoshta më shumë dhe me nënën e tij, Ismaili alayhis salam, që më vonë bëhet profeti i Zotit. Pra tash imagjino edhe kënaqësia e Sarës, po edhe sfida e brendshme, sepse
automatikisht njeriu e bren nga brenda kjo që unë nuk arrita do t'jap një fëmijë dhe fëmijë i dha Zoti nga shërbëtorja ime. Sara me gjitha ishte njeri. Ishte njeri. Me gjitha, po themi, ato elementet njerëzor ku përfshihet edhe dëshira, edhe xhelozia, edhe egoja, edhe shumë aspekte që e bëjnë jetën në familje. Po ndërkohë Ibrahimi alayhis salam të duhet që të kishte pasardhës jo vetëm për, po themi, shkaqe natyrale, po edhe për shkak se misioni i tij ishte që mesazhi i Zotit të përhapej në tokë. Pra, një fëmijë, një djalë profeti nuk është thjesht një djalë i dikujt, por është ndoshta edhe vazhdimësia e mesazhit të profetit alayhis salam. Prandaj thash që në përgjithësi natyra njerëzore, çdo njeri ka dashur që të ketë trashëgimtar pasardhës për ta vazhduar, po themi, jetën e tij, emrin e tij. Po kur vim tek profetët, kjo nuk është thjesht një dëshirë fiziologjike apo një pjesë e natyrës njerëzore. Kjo është vazhdimi i emrit apo është vazhdimësia edhe misionit. Edhe transmetimet thonë që pas kësaj edhe Haxheria nga që u bë nën, u bë me djalë, automatikisht dhe ajo filloi ta shikojë veten e saj pak më ndryshe se ç'kishte qenë. Nuk ishte më thjesht një shërbëtore, por tashmë ishte bashortja e një profeti të madh. Tashmë ai kishte fëmijë. Sara nuk kishte mundur t'i japë fëmijë, ai kishte dhënë fëmijë dhe po dhe nefsi nga krahun tjetër, edhe thonë që tu rrit natyrshëm një farë ndjenje xhelozie, saqë Sara që të mos, po themi, të shkojnë në veprime që janë të pahishme, kërkoi nga Ibrahimi alayhis salam që t'i largojë ata, t'i largojë diku tjetër. Mirë, po duhet kemi parasysh një gjë, veprimet e profetëve nuk janë veprime njerëzore. Shkaqet janë njerëzore, apo janë të dukshme që janë njerëzore, sebepet janë njerëzore, por orientimi në fund, plani është hynor. Vendimet në fund janë hynor. Plani është hynor dhe argument për këtë është se kur Ibrahimi alayhis salam mori vendimin që Haxherën, nënën e Ismailit, bashkë me foshën e saj, sapo lindur ishte, ti marrë dhe ti largoj në një vend të largët, shumë të largët nga toka e Palestinës, ti çoj pikërisht atë ku sot është Ka'bja e madhërisme, ku është Meka e ndritur. Është një distancë jashtëzakonisht e madhe. Këtë pse nuk i çoj në vend tjetër dhe i çoj këtu? Nëse do ishte veprim njerëzor, ai familjen e tij, bashortin e tij dhe fëmijën e sapo lindur do t'i çonte në një vend ku ata kishin mundësi të mbijetonin. Pas kishte nevojë për aq shumë larg, distancë kaq larg, edhe një vend që ishte një vend i shkret. Edhe kur i çon në atë vend, Haxheria, siç është transmetuar, ka qenë shumë e bindur dhe po themi komplet e çiltër nga, do të thënë, ndaj bashortit të saj, nuk ushqente asnjë ndjenjë dyshimi. I bindja ishte, domethënë, absolute me kënaqësinë më të madhe. Kur mbrin në këtë vend, siç është transmetuar, në atë vend ku nuk kishte bim, nuk kishte pemë, nuk kishte hije, nuk kishte kafshë, nuk kishte njerëz, nuk kishte ujë, shkretë të tjerë. Dhe kushdo që viziton Mekën, sot Meka është qyteti më i gumzhishëm në botë, më i bukur dhe më i ndritur në botë, prandaj quhet Meka e ndritur, Meka e lartësuar, po të dalish jashtë periferisë të Mekës do të shikosh që ke të bësh me një relief, me gjeografi që është ashpër. Është e frikshme. Sakrificë ka qenë shkuar deri atje. Vetëm vajtja deri atje sakrificë e zakonshme për jetën e tyre, megjithatë pas ishte një rrugë e gjatë mes shkretirës dhe mes nxehtësisë, po dhe të ftohtit natën. Pra duket si një familje e dorëzuar dhe e bindur totalisht ndaj Zotit. Pra gjithë anëtarët janë, po themi, një xhamat, një bashkësi që e jetësojnë urdhrin e Zotit edhe në atë që duket si ekstreme. Tani këtu duket se dalin në pa edhe vlerat e Haxherës, e bashkëshortes tjetër të Ibrahimit alayhis salam, e cila gjithashtu është një prej nënave të profetëve, pasi si 7 prej saj lindi Ismaili alayhis salam, që do të vazhdonte tashmë një histori tjetër, një kapitull tjetër i ri për historinë e profetëve dhe për historinë e njerëzimit. Ne do bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe fokusohemi tek Haxhera në pjesën e dytë, por miq, shihemi pas pak pjesën e dytë. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë, po flasim pikërisht për Sarën dhe Haxherën, dy prej nënave të profetëve dhe nënave të besimtarëve, mund të quhen në një farë mënyrë, të cilat vinë në këtë histori kuranore me virtytet e tyre, me qëndrueshmërinë e tyre, me bindjen mbi të gjitha ndaj urdhit dhe kaderit të Zotit. Një kader i cili vjen sfidues, vjen në një formë ku vetëm një besimtar shumë i fortë, vetëm njeri me shumë vlera
mund të qëndroj dhe përmes kësaj mund të ofroj dhe një model të jashtëzakonshëm qëndrueshmërie. Ne përmendëm në pjesën e parë profesor që Sara ishte një prej modeleve që Zoti e kishte sprovuar me një sprovë që nuk lindte fëmijë dhe është një sprovë që edhe sot është goxha e përhapur. Dhe ndoshta dikush mund të ndihet si e pa begatuar nga Zoti. Pra të gjithë kanë fëmijë, të gjithë po gëzojnë, duket sikur marrëdhëniet e mia me Zotin nuk janë aq ekskluzive, aq të mira, aq të mbara. Ndërkohë ne gjejmë një grua profeti me këtë sprovë. Ato thotë që është mendim i keq nëse mendojmë se Zoti s'po na begaton nëse jemi sprovuar me mungesën e fëmijëve. Sprovat e Zotit janë të ndryshme. Shpeshherë njerëzit mangësinë o mungesën e diçkaje quajnë sprovë, por ai mund të jetë një mirësi me një formë tjetër. Të pasurit e diçkaje për njeriu është begati në pamje të parë, po ai mund të jetë sprovë në krahun tjetër. Unë them që natyra njerëzore patjetër që kërkon më të mirën dhe kjo nuk është as pak gabim. Por në vendimin e Zotit, në urësinë e tij, Zoti e di se cila është më e mira. Njeriu ka bërë detyrë ta pranojë me qetësi ato që cakton Zoti, por t'i lutet Zotit për mirë. Do të shikojmë që kjo grua madhështore, Sara, nga besimi i saj, nga dëlirësia dhe çeltërsia e saj, këtë sprovë e pranoi në formën e saj më të mirë, e kjo u bë shkak që bashorti i saj Ibrahimit martohet me shërbetorin e saj, t'i lindi një fëmijë, e pikërisht po themi kjo zemër e gjerë, kjo bujari, kjo dëshira e saj që ky njeri i madh mos ngelte pa trashëgimtar, bëhet shkak që Zoti më vonë e përgëzon atë në formë mrekullie që edhe ajo të bëhet nën, në një moshë që nuk mund të bëhej më nën, në një moshë që s'mund të lindte më fëmijë. Prandaj durimi në sprovë, qasja pozitive ndaj sprovës, mendimi i mirë për Zotin dhe ruajtja e fisnikërisë, e besimit, shpeshherë tu janë bërë shkak për mrekulli shumë të mëdha. Pra kjo fisnikëri e kësaj gruaje është ajo që e ka sjellë dhe Haxherën, e ka sjellë dhe Ismailin alayhis salam, e thënë ndryshe fisnikëria e Sarës ka sjellë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse profeti Muhammed alayhis salam, profeti më i mirë i Zotit, njeriu më i mirë, është pasardhësi i vetëm si profet i Ismailit alayhis salam. Prandaj sprovat shpeshherë ku ti shikosh nga lart apo larg në histori do gjesh që ato janë shkaku kryesor i mirësive të mëdha. Ka të bëjë shumë se si i qaset njeriu sprovës. Ndërkohë kemi dëgjuar profesor që njeriu sprovohet me atë që i mundon të tjerët ose begatohet me atë që i ndihmon të tjerët. Pra, në këtë rast duket sikur Sara bëri çmos që Ibrahimi alayhis salam të kishte një pasardhës dhe Haxheria të kishte një pasardhë gjithashtu dhe duket sikur Zoti po me këtë e begatoi, që dhe ajo të kishte një pasardhës në një moshë që ndoshta ishte e pamundur për të patur pasardhës. Madje gjithë historia, po të shikosh se këto duken veprime njerëzore shpeshherë pa lidhje, siç e përmendëm rasti që Ibrahimi alayhis salam mori Haxherën dhe foshtin e sapo lindur i çon në një vend i cili nuk ka jetë, domethënë në pamje të jashtme kjo të duket kjo është pa logjik, shpeshherë dhe e pa drejtë. Mirë po thashë këto janë vendime profetësh, kjo është plani hyjnor, Zoti cakton shkaqe të ndryshme pikërisht që shkojnë në vend ky plan hyjnor, por kur besimtari është i qetë tek plani i Zotit, edhe e di që Zoti është i urtë atë, e merr çdo gjë me besim, në fund del ajo, po themi, plotësohet panorama dhe del pa mrekullia. Vin edhe tek linja e Ismailit plotësohet, edhe linja e Ishakut që do t'i lindi më vonë Sara dhe ai plotësohet, dhe plotësohet e gjithë familja e Ibrahimit alayhis salam. Ndërkohë Zoti e përmend në Kur'an një përjetim i cili është i thellë dhe thot pikërisht Zoti ynë pra Ibrahimi alayhis salam këtë rast thot Zoti ynë pra nuk thot Zoti im, por Zoti ynë i gjithë familjes, unë një pjesë të familjes sime e vendosa në një lugin ku nuk ka bim e pranë shtëpisë tënde të shenjtë. Zoti ynë që i vendosa aty që të falin namazin, pra bëj që zemrat e njerëzve të mallëngjehen për ta, dhe për të falendëruar me mirënjohje, furnizoi ata me fruta. Pra, duket si një dorëzim, një bindje për urtrin, por dhe një dorëzim pastaj dhe një mbështetje nga Zoti për këtë situatë. Siç është transmetuar që kur Ibrahimi alayhis salam le Sarën, Haxherën dhe djalin e saj të vogël Ismailin në këtë vend i cili nuk ka bim, nuk ka kafsh, nuk ka jetë, domethënë nuk ka shenja jete. Ktu vdekja është shumë e afërt në aspektin, po themi, material dhe fizik. Ai
e Zoti ka bërë të pavdekshëm përjetimin dhe lutjen edhe të Ibrahimit a.s. I cili del në një cep mua ty sot ku është qabja e madhreshme, pra ishte frymëzim për Zotit që ta çonte në advent. Nuk ishte vendimi i Ibrahimit a.s. Edhe duaja që ai bën, që është dua që duhet ta bëjë njeriu gjithmonë. Kur po themi detyrohet të braktisë familjen e tij me një formë një tjetër, o Zot, un kam vendosur një pjesë të familjes time në një vend i cili nuk ka bim, nuk ka jetë. O Zot, që ta falin namazin. Pra i lutet Zotit që ata të mos shkputen nga namazi. Sepse namazi është jetë, namazi është vazhdimësi e jetës, namazi është rezistencë dhe mbijetesë në kushtet më të vështira. Kjo është treguesi që namazi është ai që e mban njeriu gjallë. Nëse do kenë namazin, do të kenë rrugëzidhje, do të kenë ndihmë. Do të kenë patjetër, do të kenë rrugëzidhje. E dyta, në këtë vend që Ibrahimi a.s. ishte inspiruar që do të jetë vend i madh, do të jetë vend i shenjtë, dhe bëj që zemrat e njerëzve të afrohen drejt tyre. Kjo afërsia e njerëzve, që njerëzit kanë dëshirë të afrohen, të ndihmojnë, të flasin, kjo është dhuratë e madhe prej Zotit. Kur njerëzit ke dhe hall dhe njerëzit nuk të afrohen, ai halli është shumë më i madh se sa kaq. Ama kur ke një hall dhe njerëzit duan të afrohen, të ndihmojnë, kjo është mirësi dhe kjo është zbutje e kaderit të Zotit, dhe kjo është fakt që aty ku ishte Haxheria dhe Ismaili, njerëzit u afruan. Njerëzit deshin që t'i ndihmojnë ata. Zoti e bori në atë formë jetesën e tyre që gjithmonë njerëzit të synonin që shkonin dhe të banonin në advent, dhe duaja e tretë që bëri Ibrahimi a.s. O Zot, që t'jenë falendërues ndaj teje, furnizoj ata me të mira dhe me furnizime. Në pamjen e jashtme çfarë të mira që do të ketë në këtë vend. Mirë, po kjo është ajo që shef besimtari me sytë e besimit, shef mrekullinë e Zotit, shef urtësinë dhe mirësinë e Zotit. Të treja këto bëhen shumë shpejt. Ata mbajnë namazin e tyre, nuk u shkputen nga namazi dhe nga besimi. E dyta, zemrat e njerëzve, jo thjesht në atë kohë, po sa të jetë kjo jetë, gjithmonë kanë dëshirë të shkojnë atje ku ka qenë Haxheria dhe Ismaili, dhe kjo është përgjigje e duas së Ibrahimit a.s. Dhe ky vend, jo vetëm në atë kohë, por sa të jetë kjo jetë, do të jetë vend i bekuar, që do t'i vinë furnizime nga s'ja merr mendja njeriut. Pra kjo është ku bashkohet besimi. Kur Zoti kur jep në formë mahnitse, jep pa llogari. Edhe kjo është treguesi se si e shpërblen Zoti pastërtinë, sinqeritetin dhe lutjen e besimtarit. Sot e kësaj dite, ky vend është i bekuar nga duaja e Ibrahimit a.s. Ky vend është i dashur nga duaja e Ibrahimit a.s. Ky vend është i begatuar me mirësi nga të katër anët e botës nga duaja e Ibrahimit a.s. Me mira vite më përpara. Dhe për shkak të kësaj duaje, ka shumë besimtarë që janë të bindur sa nisen drejt Mekës edhe pas me duar në xhep, kur i thon, edhe këtë bën shpesh dhe problem social, se mos u kohën e haxhit, po janë të bindur se po shkuam atje, do të na furnizojë Zoti, do të na ndihmojë Zoti, edhe shpesh e realizojnë, po themi, ëndrrën dhe qëllimin e tyre. Ndërkohë, Haxheria nga një shërbëtore, nga një skllave, bëhet një zonjë xheneti, madje bëhet edhe një zonjë për zonjave të jetës kësaj bote, pasi burra nga të katër anët për mijëra vjet shkojnë dhe ecin në hapat e saj, qëndrojnë në vendet ku ka qëndruar ajo, pra imitojnë hapat e një femre që dikur ka qenë skllave, po ja që tani është po themi një prej zonjave të xhenetit, dhe burrat imitojnë qëndrimet e saj. Edhe Zoti thot në Kur'an, pra Safa dhe Merwa, pra dy kodrat pranë saj, që ka qenë ajo, janë nga shenjat për adhurimin Allahut. E kush e mësyn shtëpinë për haxh ose për umre, nuk është mëkat që t'i vizitoj ato të dyja. E kush bën ndonjë të mirë nga vullneti, s'ka dyshim se Allahu është shpërblyes dhe i gjithdijshëm. Pra i përmend dy kodrat ku është endur, po themi, Haxheria për të kërkuar jetë, për të kërkuar mundësi. Tu fillon historia dhe sprova e Haxherës. Nëse Sara deri tani e kishte dhënë sprovën e saj me durim, po ashtu me mbështetje tek Zoti dhe me ato që hoqi nga vetja e saj dhe edhe bashortit saj, sprova e Haxherës fillon pikërisht në këtë moment. Deri në këtë kohë nuk është sprovuar Haxheria, për të treguar që secili ka sprovën e tij. Sprova e Haxherës tashmë është kur ajo është e vetmuar me fëmijën e saj, pasi pyet bashortin e saj Ibrahimin 2-3 herë, madje thonë që e kapi për rrobash ku na lën, ku po na braktis, dhe vetëm ai nuk fliste, vetëm i ka thënë, a Zoti ka urdhëruar për diçka të tillë? Ai u kthye dhe tha po.
atëherë e tha një fjalë të madhe. Atëherë nëse Zoti ka urdhëruar, ai s'do të na braktisë neve. Kjo fjalë den nga zemra e njeriu që ka besim. Kjo tregon bindje, vendosmëri. Nëse Zoti ka urdhëruar të na lësh në këtë vend, i cili është vend, më thon, totalisht i vdekur, ai do ta gjejë zgjidhjen. Zoti ka për të na zgjedhur një zgjidhje. Mirë po Ibrahimi alayhis salam largohet, asaj i mbaron uji, i mbarojnë dhe hurmat, fëmia fillon të qaj, nuk ka qumësh që të pi, këtu fillon sprova, të cilën ai ishte e bindur që Zoti ka për ta ndihmuar, ama se si do ta ndihmonte, nuk e kishte as pak iden, sepse s'kishte as i plan as në mendjen e saj. Mirë po, përveç besimit, besimtari ka edhe përpjekjen. Kush e mund ta bëj përpjekjen më të madhe se sa nëna për fëmijën e vet? Dhe këtu fillon pikërisht përpjekja as-sa'i. Sa'i do thot përpjekje, nxitim, vrapim, kërkimi i sebepit i Haxherës, që hypte në kodrën Safa, që ishte vendi më i lartë afër vendit të saj, shikonte mos ka shenja jete, mos ka shpend që fludurojnë diku, mos ka njerëz, mos ka ndonjë çadër, nuk shikonte gjë. Vraponte pikërisht atë vend që është me Safa dhe Merve, shkonte në Merve, të njëjtën veprim bënte. Në anën tjetër kishte frikë se mos i ndodh gjë djalit, mos vdes djali. Pra imagjinoj gjendjen shpirtërore të Haxherës. Prandaj themi gjithmonë kur shkojmë në Haxh, kur bëjmë tavafin, kur pim ujin e Zemzemit, kur bëjmë Safan dhe Mervën, është shumë e rëndësishme të përjetojmë qoftë dhe një pjesë asaj që ka përjetuar Haxheria. Sot shkojmë, çdo gjë është e shtruar me pllaka, çdo gjë është e freskuar, nuk është as nxehtë, nuk është as ftohtë, pim ujin me për 7 palqefe. Në Safa dhe Merva maksimumi kemi ato vështirësinë fizike, një pjesë e madhe e bën që s'ka mundësi dhe me karrocë, po imagjino gjendjen shpirtërore dhe gjendjen fizike të kësaj nëne, për të kuptuar se çfarë është besimi dhe çfarë është sakrifica. Të dyja bashkë do shkojnë. Sa më i madh që ka një besimi që i njeriu tek Zoti, aq më e madhe është sakrifica që duhet bëjë njeriu për ta shijuar këtë besim. Për ta dëshmuar, pra. Për ta dëshmuar, se për ndryshe, se nuk mund të thjesht një ndjenjë që mbahet brenda, po duhet dëshmohet që të vlej edhe si model pastaj edhe për të tjerët. Për ndryshe besimi kthehet në ritual, në dogmë, në veprimet pa shpirt, pa jetë. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme që ti përjetojmë sadopak këto. Atëherë masi bën ajo 7, po themi shotët apo 7 lëvizjet, dhe po themi i kput shpresat, ai dëgjon një zhurmë siç është transmetuar. Menjëherë deshi qetësoj veten e saj, çfarë është kjo zhurmë, dhe pati frikë se ndonjë kafshë është afruar po ja han fëmin. Por aty ai pa engjëllin, që mendohet ke qenë Xhibrili alayhis salam apo ndonjë engjëll tjetër, i cili godet disa herë fuqishëm mu të këmbët e Ismailit alayhis salam, sepse godet fuqishëm sepse aty është shkëmb, dhe çdo kush që e njeh Mekën e di që është toka më shkëmbore, shumë e vështirë të shposh në atë tokë, derisa shpërtheu ajo që është themin që është uji i Zemzemit. Thuhet që engjëlli i thot, nuk do t'ju humb Zoti. Mos keni frikë, nuk do t'ju humb Zoti, dhe largohet, edhe që kur shikon pikrisht ujin, uji është jeta, uji është çdo gjë. Me ujin pastaj aq më tepër uji i Zemzemit që është transmetuar që është edhe pije dhe ushqim. Ai që pinë nga uji i Zemzemit edhe ushqihet njëkohësisht. Largon dhe etjen dhe urin. Të dyja së bashku. Atëherë thuhet që ai pikërisht fjala emri Zemzem ka mbetur mblidhu Zemzem mos ik, se pati frikë se i ikën. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka thënë prapë kjo është kaderi i Zotit. Zoti më shërof nënën tonë Haxherën, nënën e Ismailit, sikur mos kishte thënë Zemzem, ai do të ishte një burim, po do të ishte një lum. Do të vazhdonte të rritë gjithmonë. Mirë po, prap kjo ka mirësinë e vet, ka hajrin e vet. Kjo është ndjenja e nënës. Nëna shpeshherë ndoshta edhe me dëshirën e madhe e kufizon gjën, sepse është ndjenja, është emocioni që është shumë i fuqishëm. Edhe unë shpeshherë them, për çdo njeri që shkon Haxh, për çdo njeri që shkon në umrë, nëse do ta di vlerën e Haxherës, ai do të kuptojë se një pjesë e veprimeve që bën janë pikërisht dhuratë prej kësaj gruaje, dhuratë e besimit kësaj gruaje, sakrificës të madhe të kësaj gruaje. Dhe dy dhuratat më të mëdha janë Safaja dhe Merva, edhe dhuratë tjetër e madhe që edhe e pim atje po e marrim kudo që shkojmë është Zemzemi. Është dhuratë e Zotit për Haxherën, për sakrificën e saj, por megjithatë për besimin e saj. Sa ajo tha, nëse Zoti ka urdhëruar që të vijmë këtu, ai s'ka për të na humbur neve. Kjo është besim. Besim shumë i fortë. Po e dyta është sakrifica e saj që bëri në kërkim të shpëtimit për fëmijën e saj. Prandaj këto gra kanë status shumë të madh në histori. Është një histori që nuk vdesin, që nuk harrohen.
Çdo njeri që shkon umre, çdo njeri që shkon haxh, ai është e pamundur që të harrojë haxherën. Pra nuk ka haxh pa haxherën, nuk ka Fiks. umre pa haxherën. Pa përjetuar atë. Pra ajo është një prej shtyllave më të mëdha të Islamit, madje është edhe një prej demonstrimeve më të mëdha, po themi të umetit islam. Profesor, Zoti shpërblet. Zoti është shpërblet dhe juve, faleminderit shumë. Ne kemi netur në këtë kohë me figura, me personalitete që janë shumë të rëndësishëm, që ka nevojë edhe thash bashortet, motrat, nënat, vajzat tona të lexojnë, të shkojnë nga një këndvështrim tjetër, sepse jam i sigurt se do të ndihen shumë më të mbushura. Do të ndihen shumë më me vlera. Nëse kërkojmë referenca dhe modelet janë, referencat janë, por duhen njerëz që kënaqen teksa lexojnë për këto lloj referencas dhe modelesh. Madje unë them që këto nuk janë modele thjesht për gratë, po janë modele edhe për burrat, siç është rasti i haxherës, sepse shumë veprime të saj janë veprime që i bëjnë edhe burrat. Shpresojmë që të nxjerrim prej këtij libri thesaret më të mira. Ai është i mbushur i gjithë me thesare, është i mbushur me njerëz të mirë, me modele të mira, të cilat frymëzojnë shpresë, optimizëm, besim sa të jetë kjo jetë. Kjo është dhurata më e madhe që na ka bërë Zoti, edhe që ja ka lënë ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ky libër. Prandaj tha profeti alayhis salam, dua që ditën e kiametit të jem njeriu më i ndjekur, sepse Zoti mua nuk më dha mrekulli të cilat mbaruan me largimin e jetës së një profeti, por më la një libër që lexohet, që është Kurani famlart. Shpresoj që Zoti gjithëve të na ndihmojë që të jemi sa më afër këtyre margaritarëve dhe këtyre xhavahirëve. Amin, Zoti shpërblet. Faleminderit shumë. Për miq, këto mbyllet takimin të sotëm, folëm për këto dy modele të larta njerëzore. Mirë po shpesh ne mendojmë se këto janë histori që ndoshta i kemi dëgjuar dhe i dim, por janë histori që duhet të lexohen dhe rilexohen. Prandaj ne do të mundohemi që në takimin e ardhshëm të rilexojmë po themi përciptas dhe shumë shpejt nga pak të gjitha këto histori. Pasi duhet të jenë pjesë e vizionit ton, do të jenë pjesë e frymëzimit ton dhe do të jenë pjesë e vlerave që duhet të jetojmë dhe jo thjesht si histori që i dëgjojmë. Unë ju falenderoj që na ndoqët, miru takofshim javës tjetër, kalofshi mirë.